Postriba nderi kombit u përzgjoll për mbylljen e fushatës elektorale në njësitë administrative të qarkut Shkodër nga kandidati i Partisë Demokratike Bart Spahia. Pritja mallështore në këtë zonë është garanci për fitoren e 11 maj, që të rikthejmë Postribës, Shkodrës dhe mbar Shqipërisë dinjitetin, tha në fjalën e tij Dr. Bart Spahia. Ai falenderoi banorët e kësaj zone që kur nuk kanë braktisur idealet e tyre dhe prandaj të dielën masivisht duhet të kontribuojnë për të rrëzuar këtë qeveri të bërë palë me krimin e të zhytur në korrupsion. Sa bukur ka një brezash në Postrib në mbështetjet Partisë Demokratike. Çka është besimi më i mirë se Partia Demokratike jo vetëm i ka rrajt e forta, por ka edhe degë filiz që nuk do ta lajnë kurrë të qëndrojnë në thundër e një qeverise, e një bande kriminale që sot padejsisht uzurpon zyrat e shtetit shqiptar. Të shkojmë drejt kutive të votimit, t'i bindim që nuk ka mënyrë tjetër për të largu këtë banë që ka uzurpu zyrat e shtetit, përveç se nëpërmjet votës lirë, të njerëzve të lirë, të njerëzve që kanë vendos me i rikthy dinjitetin vetes, familjeve tyne, vendit tyne. Dhe do ta bajnë me votën masive për Partinë Demokratike dhe alternativën e saj me datën 11 maj. Jo thjesht sepse kemi bindje të djathta, jo thjesht sepse kemi rrajt të djathta, sepse kemi historik të djathtë, por sepse jemi ato të duhurit për drejtu shtetit si drejtohet, me pastërti, me nëshmëri, duke luftu korrupsionin dhe duke vënë qendër të shërbimit ton qytetarin. Çdo qytetari të ndershëm të këtij vendi, t'i bajmë thirrje, na bashkohet edhe ne në rrugtimin ton të madh, në dallgën e madhe të qytetarëve të ndershëm që do të bajnë ndryshimin e madh që e pret çdo shqiptar me 11 maj, duke filluar nga Postriba, Shkodra dhe mbar Shqipëria. Banorët e Postribës, duke vlerësuar programin e Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Mallështore, premtuan mbështetjen e tyre që në 11 maj fitoria t'i përkasë opozitës.